Sa I përket procesit të zgjedhjes së presidentit të vendit, Albin Kurti ka akuzuar opozitën se ka qenë ajo fajtorja kryesore për bllokimin e këtij procesi dhe duke bërë që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Në këtë rast është Albin Kurti që ka futur në kurth opozitën apo është opozita ajo që ka futur në kurth Albin Kurtin për ta dërguar drejt një procesi zgjedhor në mënyrë që ta dëmtojë qoftë në aspektin elektoral po ashtu dhe atë politik? Unë doja që tjetë opozita ajo që e ka futur në kurth edhe na ka çuar drejt zgjedhjeve, por për çudi edhe në këtë rast Kurti është ai që po ta çon në zgjedhje, sepse ai ose ka frikë këtë numër të madh votave dhe e din që nuk mund t'ju dalë gjithë atyre detyrave, gjithë atyre obligimeve, dhe ky si një menaxher I dobët, një menaxher I keq me financat publike, ky e çon vendin në zgjedhje dhe ky dëshiron të punoj pa kontroll, siç bëri një vit e mbajti qeverinë pa kontroll dhe dëshiron të vazhdoj edhe një vit tjetër, dhe për fati është I mirë që atë natë nuk arritën ta zgjedhin presidente zonjën Feride, e cila po të zgjedhej në atë formë do të ishte sulmi më I madh I kushtetutës, apo për mos thënë që ishte I parapërgatitur një puç. Atë e pam të një deputet Naim Bardiqi, I cili e tha se do ta zgjedhim karate presidentin e pastaj shohim se çka po thon gjykata kushtetuese. Domthonë qëllimi atë natë ka qenë për ta zgjedhur presidentin në atë formën karate si ata thanë, dhe me vonë me po se çka do të thënë gjykata kushtetuese, dhe në këtë mënyrë unë mendoj që kishte presion ndërkombëtar dhe të njëjtën kohë presion opozitor, kuptohet nga oponentët e luftës së UÇK-s, të cilët në kanale të ndryshme mund të them edhe e kanë kërcënuar zotin Kurti, se nëse vepron diçka të tillë, atëherë ata do ta pengojnë me dhunë. Dhe nuk do ta lejojnë këtë proces të shkojë tutje. Ndërkohë, cila ishte arsyeja që nuk u përfshi emri I Vjosa Osmanit për të qenë sërish ajo një kandidaturë për detyrën e kreut të ri të shtetit? Po, sigurisht nuk u përfshi zonja Vjosa Osmani, me qenë se Kurti nuk e don një zonjë siç është presidentja Vjosa, e cila kishte raporte të jashtëzakonshme me faktorin ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kulmi arriti në momentin e krijimit bordit paqes, ku zoti Trump u po hapur se I jep mbështetje zonjës Vjosa Osmani, dhe këtë nuk mundi ta duroj zoti Kurti. Dhe për këtë nga ai moment, ne kemi ditë edhe pak më herët se ka probleme me zonjës Vjosa Osmani dhe zoti Kurti, por finalja ka arritur në momentin kur zoti Trump hapur në një farë mënyrë e ka përkrah edhe për një mandat zonjën Vjosa Osmani, dhe këtë nuk mundi ta ka përdi zoti Kurti, dhe ja ku e kemi gjendjen. Tani zonja Vjosa Osmani sigurisht do t'i bashkangjitet LDK-s, dhe me bindje të plot them se LDK-ja do të rritet për një numër të konsideruar votash. Jo për aq vota sa ja ka dërgu lëvizjes vetëvendosje, por sigurisht për gjysmën e atyre votave do të rritet LDK-ja, dhe në këtë mënyrë do të humbë VV-ja, nuk do t'i ketë më kur 51%. Unë pres që tjetë dikon aty të 35-37%, fati do të ishte që zoti Kurti tjetë në 40 deputet. Sepse sistemi jonë zgjedhor është I tillë që edhe nëse ti I ke 35%, mund t'i kesh afër 40 deputet, sepse 20 deputetet pozitat e rezervuara për serbët edhe minoritetet e dëmtojnë përqindjet, dhe në këtë rast rritet numri I deputetëve shqiptar, edhe nëse ti ke një përqindje më të vogël se 35%, dhe aty thuj se është e pamundur të themi se do t'i Kurti do t'i humb
15% në këto zgjedhje, kështu që unë parashoh edhe një cikël tjetër zgjedhor, sepse është e dëmshme që partitë opozitore të bashkëpunojnë edhe në tarmen me zotin Kurti, sepse ky veç u po se është i pa denjë dhe i pa zoti dhe i pa aftë të udhëheq me shtetin. Zoti Redkoceri, do të kalojmë edhe tek faktori LDK në këtë rast dhe roli i Vjosa Osmanit, por të mbetemi sërish tek pjesa e Vjosa Osmanit, e cila reagoi përmes një video në Facebook pas dështimit për zgjedhjen e presidentit, duke paralajmëruar për një mision për hapjen e rrugëve të mbyllura nga padrejtësitë. Dhe në videon që ajo ka realizuar në sfond kishte presidentin Ibrahim Rugova. Ajo e ka cilësuar në atë rënd për Kosovën dështimin për zgjedhjen e presidentit dhe rrjedhimisht për dërgimin e vendit në zgjedhjet e reja të parakohshme. Dhe për ta cituar literalisht, ajo thotë, mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën, por ky popull ka ditur të ngrihet edhe nga momente shumë të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që të japim dashni dhe vetëm dashni për vendin ton, mjaft më me propagandë, mjaft më me urrëtie, mjaft më me përçarje me ndjellje të frikës, mjaft më aty ku ka urrëtie duhet të sjellim vetëm dashni për njëri tjetrin dhe vendin ton, aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë, e aty ku ka propagandë dhe shpifje duhet të mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj të bashkoheni në këtë mision se rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli, ka thënë ajo në këtë video. Në gjithë mesazhin që ka artikuluar Vjosa Osmani, çfarë do të thotë hapja e rrugëve? A ka dhe kur paralajmëron për një mision, dhe a ka ajo një mision caktuar që shkon në jashtë lëvizjes vetëvendosje më saktë, ose më saktë jashtë Albin Kurtit? Po, mesazhi apo ajo drejtimi që zonja Vjosa Osmani ja bëri popullit ishte një mesazh i mirë, pa marrë parasysh që tani më nuk po bën punë as thirrja në emrin e presidentit historik zotit Ibrahim Rugova, sikur në njëjtën kohë nuk po bën punë as thirrja në UÇK, dhe kjo pak mund të ndihmojë, kështu që Vjosa Osmani duhet të orientohet edhe të punoj në drejtim që ta bind qytetarin se vërtet ajo është mike e madhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, dhe vetëm në këtë formë ende ka shpresë dhe mundësi që të fitohen vota. Përndryshe, thirrja në liderët legjendar them se vërtet është e kotë, edhe nuk do t'ja preferoja më askujt sepse nuk po shkon më. Kemi tani gjeneratat e lindura pak para luftës edhe mas luftës, cilat fare nuk e njohin, as nuk e din kush ishte Rugova e kush ishte UÇK-ja, kështu që pak bën punë ajo që ne thirremi në liderët historik, e thirremi në UÇK-n, sepse rinia nuk po don të ndëgjoj fare për atë punë. Andaj zonja Vjosa Osmani duhet të na tregoj përfundimisht se çka lypi për këto 5-6 vite te lëvizja vetëvendosje, edhe ajo duhet të del hapur dhe të tregoj se çka ka përjetuar gjatë 5 viteve. Gjatë 5 viteve dhe pse ishte ajo aq besnike deri në momentet e fundit. Ajo i ka pasur vetëm 2024 kur ju ka drejtu parlamentit, duke treguar se zoti Kurti po lund piçës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me faktorin ndërkombëtar, por para kësaj asnjëherë ajo nuk ka treguar se vërtet gjendja apo marrëdhëniet e Kurtit me faktorin ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë të këqija. Andaj ajo zonë tani duhet të i tregoj popullit se çka ka bërë me këto marrëdhënie ndërkombëtare, edhe pse Kurti vërtet i ka punë të keq me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse për momentin i vetmi adut që neve mund të na shpëtojnë nga elementi Albin Kurti është që të demaskohet
edhe t'i tregohet popullit e vërteta lidhur me këto marrëdhënie, sepse e kemi po asnjëherë vetëvendosja nuk e pranon se i ka marrëdhënie tek Qia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa në anën tjetër të gjithë e dim mirë se zoti Kurti për këto 5 vite asnjëherë nuk e ka shkel State Departamentin Amerikan, shtëpinë e bordh as Pentagonin. Kështu që dihet shumë mirë fakti se zoti Kurti i ka punët shumë keq me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nisur nga ky mesazh i Vjosa Osmanit, a mendoni se është një kundërvënie kundrejt Albin Kurtit, pra një kundërvënie simbolike dhe jo aq e hapur? Dhe a mendoni se Vjosa Osmani, tashmë siç e thatë ju deri diku, do duhet që të dal hapur kundrejt Albin Kurtit dhe t'ja plas në sy, po themi, gjithçka që nuk shkon? Po, keni drejt, unë mendoj që zonja Vjosa Osmani duhet të vazhdoj, e vetmja kjo është zonja që mund ta luftojë në këto momente Kurtin, edhe unë e shpresoj për momentin është edhe kjo Partia Socialdemokrate, por e ka mjaft probleme. Dardan Molliçaj, ajo të kaloj progun zgjedhor, ajo parti duhet të bashkohet, sepse ai edhe zoti Dardan Molliçaj duhet del hapur, sepse asnjë lider partijak nuk e din më mirë se zoti Molliçaj, edhe nuk e njeh më mirë Kurtin, andaj duhet ata zotëri edhe kjo zonjë të dalin hapur dhe t'i tregojnë popullit me rrezikun e madh që e kemi nga Kurti nëse e vazhdojmë apo nëse e japim votën për një mandat. Kosova nuk është fort me rëndësi tani, ai harxhon 10 milion zgjedhje të jashtëzakonshme apo i harxhon 20 milion, sepse ashtu kështu buxheti i Republikës Kosovës është duke u harxhuar koti dhe Kosova vërtet ka probleme të rënda me mos realizim të projekteve infrastrukturore, edhe unë fare nuk e kam dert, edhe nuk duhet të mërzitet asnjë qytetar pse Kosova i harxhon 10 milion zgjedhje derisa qindra miliona tjera hudhen thuajse në balt. Shpërndahen ndihma sociale, koti ju jepen edhe oligarkëve, edhe punëtorëve të oligarkëve, edhe fëmijëve të oligarkëve, para vetëm për të blerë vota. 65 milion e shpërndara për paga të administratës publike, tani 200 milion të aprovuara nga qeveria Kosovës për një pakotëre sociale. Të gjitha këto para, them se janë para koti edhe 10 milionëshin, në 260 milionëshin, 300 milionëshin, i cili shpërndohet në këtë forma fare nuk ka rëndësi, me rëndësi është që populli Kosova ta ketë një qeveri, një kryeministër i cili vërtet të na çojë përpara drejt inkuadrimit me Shtetet e Bashkimit Evropian, sepse ne të njëjtin kohë, për shkak të asaj që se kemi bërë në projektin e inkuadrimit apo në Bashkimin Evropian, i humbim 68 milion, edhe ne flasim tani për 10 milion. 68 milion veç sepse s'kemi progres fare në programin i cili na shpihet drejt Bashkimit Evropian. 10 milion i zgjedhjeve nuk do të llogaris, sepse vërtet është minore në krahasim me atë se si shpenzohet buxheti i Republikës Kosovës.